Këto janë 4 fotografi që ndoshta me përmbledh gjithë shka, prej krejt karierës, punës e gjithë shka, për mu vlerën më të madhe e kanë këto 4 foto. Pse? Dhe me thonë, unë pas një periudhje shumë gjatë, në pamundësi me pas një fmi, më gëzoj zoti mas shumë viteve. E kam djalin 8 vite. 8 vite martes, okej. Edhe ka qenë një prej ditëve që ndoshta shumë nana që e kam përjetu një rast kështu si unë, e din çka është me pas një fëmijë në prehën. Edhe unë jam shumë e lumtur, edhe gjithë shka nis nga prej asaj ditës, tjerat nuk më vinë shumë interesante dhe nuk e marrë shumë për zemër. Gjithë shka është kjo në këto 4 fotografi. Periudha kur unë jam bonon. Si kanë qenë ato 8 vite? Tani, është mirë kur figura publike, kur personazhe si ti flasin, sepse një farë mënyrë bë zëri i atyre të tjerëve që nuk mund të flasin për situatë. Si ishin këto? Unë i kisha inkuraju nanat e reja që e kanë problemin e njëjtë, mos me u dërzu asnjëherë. Dhe më thonë në pas shumë peripetive me vitet tona, në për krejt botën të kërku shërim, por ndi me thonë veç një, nuk mund është me marrë Zotit me zërë deri në atë moment që e ka shkrujt ti me pas një fëmijë. Mas gjithë atyne peripetive që janë kurorzu, në fond me një fëmijë shëndosh, ka qenë veç ajo, unë kom insistu gjatë gjithë kohës. Dhe më thonë nuk jom dorëzu asë njëherë, sepse ka shumë prind që lodhën dikur, se është procedurë shumë e lodhshme. Po unë asë njëherë nuk jom dorëzu edhe mu i mi u thonë që mos u dorëzoni asë njëherë, sepse Zoti din me bo mrekulli. E vërtet, tani, e përmende fjallën shërim. Po. E ke kërkuar ti. Po. Çfarë ju thua atyre që ka shumë që besojnë se nuk ka nevojë të kërkosh shërim? Është punë e Zotit. E para është punë e Zotit. Ajo pa diskutim. E dyta është, ai thot, edhe shërimi është diçka që na i ka thënë Zoti. Mundohti pak unë të ndihmoj më shumë. Shërim duhet me kërku sepse gjithherë ekziston diçka që është pengesë. Nëse s'ka shërim, dhe më thonë nuk mundet me ndiku kur gjo. Po, unë po mendoj që për se cilin që mundohet deri në minutën e fundit, ka më u shpërbly me diçka. E ndjeje presionin social të asaj kohë që ja Linda nuk ka fëmijë, se kur je figurë publike flasin, pyesin. Po, na e kemi mentalitetin paka shumë, tash me të thonë drejt, nuk kom pas presion as prej familjes burit, as prej familjes time, sepse jemi njoft shumë moti edhe ma ka njoft karakterin që nuk kam vrapu mas karierës, sepse për mu ajo periudhë kur isha e angazhu me në operë, me rolet shumë ta, me jashtë operës, me 4-5 punë që i kam punu se isha kuadrë deficitare dhe kishte nevoj, do me thonë në atë periudhë për profesor në shkolla e në universitetet të ndryshme. E vetëmja ishte që në qatë kohë fillun komentet, njerëzit me komentu. Pra erdhën rrjetet sociale? Erdhën rrjetet sociale, edhe në rrjetet sociale i kom pa 2-3 komente që më kam bo me qesh, lej se këto vrapojnë pas karierës, si janë interesant fëmijo. Të lëndojnë. Sepse është diçka shpirtnore që as ti që komenton nuk e ndin ma shumë se unë nevojën për me pas një fëmijë, sepse se cili qift që martohet, mendojnë me kriju familje. Me gjitha të, mu më njofin gjithë që jam kogja një familjare e përkushtume, edhe pa e pas djalin. Mirë po, nuk jam dërzu, pavarësisht paragjykimeve, edhe njerëzve që kanë komentue, që kanë folë. E mira e krejta asaj pune ka qenë që unë e presion në familjar nuk kam pas. Edhe kam pas për krahje, nanën edhe vjerën tem, vjera em tash është e ndjerë. Nuk di që ka me thonë për atë person, qoft angel në parajs në atë dynja. Faleminderit shumë. Dhe tani ja ku janë këto 4 fotografi që të bëjnë ty ta shijosh këtë pjesë të jetës, këtë periudhë të jetës.